Përshëndetje nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim kësaj radhe për një gjetje që na u duk me vlerë e raportit të fundit të Bankës Botërore për vendet e rajonit ton, për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ajo që quhet nga ekspertët e saj raporti i pranverës. Dhe pikërisht raporti i pranverës 2026 e cilëson Shqipërinë më të mbrojtur si vend nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, nga goditjet e inflacionit për shkak të energjisë së saj 100% të gjelbër, thonë specialistët e Bankës Botërore. Për të diskutuar për këtë kemi sot nderin të kemi në studion ton zotin Ergis Sefa, një ndër ekspertët më të mirë të ekonomisë son, drejtues dhe përgatitës i shumë projektimeve dhe studimeve me mjaft vlerë të qendrës Altax. Zoti Sefa, përshëndetje dhe mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Sefa, pse Banka Botërore në gjykimin tuaj në raportin e saj të pranverës 2026 për Ballkanin Perëndimor e konsideron vendin ton, Shqipërinë, ekonominë ton relativisht më të mbrojtur nga goditjet inflacioniste në krahasim me vendet e tjera të rajonit? Sepse energjia është baza për çdo sektor të ekonomisë, që do të thotë një rritje e çmimit të energjisë ndikon në rritjen e kostos së cilit sektori të ekonomisë, qoftë në prodhim apo qoftë në shërbim. Dhe përsa kohë që ne kemi prodhimin e energjisë kryesisht të gjelbër, pra qoftë hidrike apo qoftë edhe solare që është shtuar shumë vitet e fundit, kjo na bën që të kemi një kosto më të ulët dhe të jemi më të mbrojtur nga luhatet e tregut ndërkombëtar. Në gjykimin tuaj, pse varësia e ulët ose gati zero nga gazi natyror apo qymyri e mbron ekonominë tonë nga luhatet e forta të çmimeve ndërkombëtare, duke patur parasysh dhe krizën me bllokimin më shumë se 2 muaj të ngushtisë së Hormuzit? Po, pikërisht sepse gazi lëngshëm natyror apo edhe nafta në përgjithësi është një ndër ato produkte që kuotohen në bursën ndërkombëtare dhe çmimi në cilin ti e importon varet shumë nga luhatet e bursës. Që do të thotë, nëse kemi një çmim të lartë në bursë dhe importosh me çmim më të madh, do të thotë kosto më e lartë për ty. Nëse kemi një çmim më të ulët, atëherë do ta importosh me kosto më të ulët. Përsa kohë që ti ke një prodhim vendas hidrik dhe solar, pra të gjelbër, cili mbulon pothuajse kërkesën vendase, nuk varesh nga luhatet e bursës. Ju e përmendët, por ndoshta për më shumë argument, çfarë roli ka luan sot pjesa prej 1/10 e prodhimit ton kombëtar të energjisë elektrike, pra rreth 10% nga panelet fotovoltaik në diversifikimin e burimeve energjetike, apo ka edhe dobi të tjera? Absolutisht është shumë i rëndësishëm, jo vetëm sepse shton vëllimin e prodhimit, pra kemi më shumë sasi prodhim, po nga ana tjetër sepse në ato muaj në cilët ne kemi më pak ujë, muajt e verës, muaj që është më thatësirë, pikërisht e mbulojmë kërkesën vendase, e cila është në rritje edhe për turizmit me panelet fotovoltaike dhe është jetësore që ne të kemi një cikël të mbyllur për të gjithë vitin me prodhim energjie vendase. A gjykoni se vetë prodhimi, ta quajmë kështu, i energjisë përmes fermave fotovoltaike nga shumë prej bizneseve, sidomos atyre prodhuese, por jo vetëm, edhe në vendin ton ka sjell uljen e kostove të prodhimit për bizneset shqiptare, për ekonominë tonë në tërësi? Absolutisht po. Duke parë edhe si po shkojnë tregjet ndërkombëtare dhe çmimet e energjisë në tregjet ndërkombëtare, absolutisht kjo është një ulje e kostos e cila i ndihmon shumë bizneset vendase. Në gjykimin tuaj, përveç si thua kostove të ulta të aktivitetit të biznesit dhe të ekonomisë sonë në tërësi, në çmë mënyrë energjia e pastër, ju e thatë që gati 100% e kemi vërtet energji të pastër nga uji dhe nga dielli, ndihmon në mbajtjen e çmimeve më të qëndrueshme për familjet shqiptare, sepse tek e fundit qytetari shikon në radhë të parë çmimin e energjisë elektrike në shtëpinë e tij. Absolutisht, qytetari aty duhet të shikojë xhepin, ashtu si shikojmë gjithë. Ndihma kryesore është që fakti i pasurit prodhim vendas gjatë 12 muajve të vitit bën që kosto e prodhimit të jetë e ulët dhe kosto e ofrimit të jetë gjithashtu për çmimi final të jetë më i ulët. Dhe përsa kohë që ne mbajmë prodhimin nga burimet tona hidrike dhe burimet tona diellore të reja fermat diellore në këtë nivel, do kemi një çmim të ulët të energjisë. Në gjykimin tuaj, a lidhet pavarësia relative energjetike e vendit, edhe pse ne në muajt më të nxehtë të vitit detyrohemi të importojmë energji elektrike, me stabilitetin e bilancit ton tregtar? Absolutisht, janë të ndërlidhura, janë në konvergjencë me njëra tjetrën. Njëra ndihmon ose dëmton tjetrën. Përsa kohë që ne kemi një pavarësi ose një autonomi strategjike në aspektin energjetik, kjo ndihmon në bilancin ton tregtar.
sepse është një ndër inputet kryesore në të. Ekspertët e Bankës Botërore në këtë raport të fundit, vërtim të tyre të fundit të pranverës së këtij viti, zoti Sefa, kanë cilësuar se krizat globale energjetike, si ajo e vitit 2022 e fundit, apo e pak më përpara edhe në gjatë kohës së pandemisë, edhe kjo e fundit, kanë patur ndikim më të kufizuar në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera të rajonit që kanë shumë ngjashmëri në nivel të fuqisë blerëse. Pse ka ndodhur kjo në gjykimin tuaj? Pikërisht prej prodhimit të madh vendas dhe prej varësisë shumë vogël që ne kemi nga importi, ose më saktë varësisë madhe që kanë vendet tona fqinja nga prodhimi i energjisë ose nga blerja e energjisë, në tregjet kapitale botërore. Kjo gjë na ka mbrojtur. A e ndihmon të dyja energjitë e pastra, pra qoftë ajo hidrike 90%, qoftë 10% energjia nga dielli, e fotovoltaikëve, vendin tonë, ekonominë tonë që të shmang një pjesë të inflacionit të importuar? Ne kemi shumë importe, domethënë. Absolutisht po. 1/3 e prodhimit të brendshëm brut. Absolutisht, jo, energjia është një pjesë e rëndësishme e kostos në çdo sektor ekonomik, por nga ana tjetër dhe një element shumë i rëndësishëm i inflacionit. Dhe në momentin që ky element përbërës i inflacionit total të përgjithshëm është i ulët, padyshim ndikon tek ulja e inflacionit në tërësi. Në gjykimin tuaj, a ka përfitime afatgjate zgjerimi investimeve në energjinë diellore për ekonominë tonë? Padyshim. Padyshim, duke parë se si është bërë edhe tregu energjetik botëror në konflikt mas konflikti, pavarësia ose autonomia strategjike energjetike e vendit tonë do ishte një ndihmë shumë e madhe për ekonominë vendase. A ka lidhje prodhimi vendas i joni, pra i Shqipërisë i energjisë, me frenimin deri diku të rritjes së kostove të transportit dhe shërbimeve për shkak të krizës në gjirin persik, në vështirësinë e Hormuzit? Sa më shumë energji vendase të kemi të prodhuar, aq më shumë do ndikojë për mirë edhe në uljen e kostove të importit dhe të apo të eksportit, që është kryesisht kryer nëpërmjet transportit. Në gjykimin tuaj, pse ekspertët e Bankës Botërore konsiderojnë tranzicionin energjetik të vendit tonë një avantazh konkurrues në rajon? Pikërisht sepse mund të mbajmë kostot nën kontroll dhe nuk jemi në varësi të tregjeve ndërkombëtare, ashtu siç edhe për produktin, pra energjinë, nuk jemi në varësi të sasisë që ndodhet në tregjet ndërkombëtare dhe nuk konkurrojmë askënd, por e kemi vendas. Në gjykimin tuaj ndikon energjia e rinovueshme, pra fakti që realisht kemi një energji të pastër, të prodhuar në stabilitetin fiskal të vendit dhe në subvencionet shtetërore? Patjetër, shiko, energjia e rinovueshme e pastër është ajo e cila ne duhet synojmë edhe për shkak se Evropa, që është tregu jon, tregu më i madh i afërt, po synon drejt kësaj energjie dhe për të krijuar pikërisht të sigurinë energjetike që ato tashmë po flasin gjithmonë më shumë prej konfliktit fundit. Dhe ne mund të jemi të mirë pozicionuar, mund të pozicionohemi mirë pikërisht në këtë drejtim. Si ndihmon struktura aktuale energjetike e vendit në mbrojtjen e investimeve tuaja nga paqëndrueshmëria e çmimeve? Ka lidhje? Absolutisht ka lidhje, sepse gjithashtu dhe për një investitor i huaj, një ndër elementet kryesorë të kostos është energjia, kosto energjetike. Në momentin që ajo nuk lëviz, pra nuk ka variabilitet të madh, një herë rritet, një herë ulet, një herë rritet, një herë ulet, ai nuk e parashikon dot, por e ka me kosto më stabil, padyshim që e mbron investimin e tij dhe e shtyn dhe motivon, është një element shtesë se ai të vazhdojë të investojë. A e bën energjia e pastër që prodhon Shqipëria më të rejse vendin për industri me konsum të lartë energjie, sikurse janë ndërmarrjet fintech, por edhe përdorimi i inteligjencës artificiale në ekonomi? Absolutisht po, sidomos me inteligjencën artificiale, po me çdo element të teknologjisë, energjia është burimi kryesor i kostos dhe i jetës së tyre. Dhe për sa kohë që ti ke një burim energjie stabile të rinovueshme, ato e preferojnë këtë gjë. Megjithëse themi dhe me kënaqësi konstatojmë që Shqipëria e ka gati 100% prodhimin e saj të energjisë elektrike të pastër nga burime të rinovueshme, sërish kemi sfida, sidomos në vitet me thatësirë të zgjatur, nga që 90% e kemi pikërisht energji hidrike. A mundet të kemi një lloj dalje graduale nga ky qerthull, pra që shikojmë gjithnjë jemi të detyruar të shohim motin, të shohim qiellin dhe njëkohësisht goditemi si ekonomi kombëtare kur nga vitet e forta me thatësirë jemi detyruar të importojmë gjatë muajve të verës me një çmim shumë të lartë nga energjia e importit, pra energjia elektrike.
Shiko, ne patjetër që duhet mundohemi të diversifikojmë burimet tona të energjisë dhe megjithatë të prodhimit të energjisë. Dhe në një farë mënyrë të rrisim burimet tona diellore, sepse diell ne kemi në pjesën më të madhe të vitit, falë Zotit, sipas pozicionit tonë gjeografik. Dhe njëkohësisht e ekonomizojmë sa më mirë burimet tona hidrike, plus dhe burimet e alternative, siç është për shembull investimi i fundit amerikan në Tropoj për fermën eolike, pra energji nga era, pra duhet diversifikojmë disa burime që të mos vahemi kryesisht vetëm nga një burim energjetik. A lidhet me mbrojtjen nga inflacioni i fortë, pra që godet shumë fuqinë blerëse të qytetarëve, fakti që duhet të bëjmë si thua sforcët më të mëdha në mënyrë që të rrisim jo vetëm kapacitetet fotovoltaike, por edhe atë që quhet infrastrukturë transmetimit, sepse ndoshta limitet kryesore i kemi pikërisht në një infrastrukturë ende të amortizuar dhe njëkohësisht jo që pranon kapacitetet të larta të prodhimit fotovoltaik. Absolutisht, shiko, energjia ka 3 element kryesor. Prodhimi padyshim që është elementi i parë dhe bazë, por edhe transmetimi si çdo lloj produkti tjetër, pra ta dërgosh këtë energji që prodhon tek konsumatori, është një element shumë i rëndësishëm, sepse humbjet që ndodhin gjatë rrjetit mund të jenë domethënëse, siç kanë qenë në këto dekadat fundit në Shqipëri. Një rrjet transmetimi i cili e çon tek konsumatori fundor sa më modern, me sa më pak humbje dhe sa më i sigurt në atë që transmeton, padyshim që është një investim strategjik. A do të ishte një zgjidhje zgjuar investimi i fortë në rritjen e kapaciteteve të magazinimit të energjisë, pra të storimit, të ruajtjes së saj? Po, patjetër, sepse ne do duhet përcaktojmë edhe do duhet përfitojmë edhe nga ndryshimet ciklike të jo vetëm të motit, por edhe të kërkesave të energjisë dhe të mos kapemi pa përgatitur. Patjetër që edhe mundësitë e magazinimit të energjisë janë element shumë i rëndësishëm. Mendohet që Shqipëria të arrijë të jetë vend eksportues neto i energjisë, paktën qeveria e ka shpallur këtë ambicje të saj në vitin 2030. E shikoni këtë objektiv të mundshëm? Kjo varet nga vërmëtaria e investimeve, ritmi i investimeve që do të kryhet. Nëse qeveria vazhdon me këtë ritëm, unë e shoh të plotësisht të mundur. Pyetja e fundit për bisedën tonë sot, zoti Sefa, a mund të shërbejë modeli energjetik i vendit tonë si shembull për vendet e tjera të Ballkanit në luftën kundër inflacionit, që është, le të themi, kuçedra gërryese e fuqisë blerëse të qytetarëve? Absolutisht po, por kjo varet shumë edhe nga pozita gjeografike që ti ke. Ka vende edhe në rajon që nuk kanë të njëjtin nivel dielli që ne kemi, nuk kanë det, nuk kanë të njëjtën fuqi hidrike, kështu që por si modeli jon patjetër që do ishte shumë i replikueshëm në disa vende të rajonit. Zoti Sefa, ju faleminderit për bisedën tonë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.